Ju përshëndes të nderuar shikues nga Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Nina Muho është sopranoja e njohur shqiptare, e cila është një nga zërat që prej vitesh I jep jetë skenës operistike brenda dhe jashtë vendit. Me një karrierë të ndërtuar mbi pasionin për muzikën klasike, disiplinën e madhe artistike dhe dashurinë për skenën, ajo ka interpretuar një sër rolesh që kanë lënë gjurmë te publiku. Së fundmi, Nina Muho është ngjitur në skenë me operën e njohur të Donizetit L'Elixir d'Amor, një vepër plot emocion, humor dhe ndjenja të thella, ku ajo sjell një interpretim që ka tërhequr jo pak vëmendjen e publikut, por dhe kritikës. Por përtej rolit dhe skenës, kush është Nina Muho? Si ka qenë rrugëtimi në botën e operës dhe çfarë fshihet pas punës së madhe që kërkon ky profesion? Për të na treguar më shumë për karrierën, sfidat, emocionet e saj në skenë, sot është e ftuar në studio në Atlas Njerëzor sopranoja e njohur Nina Muho. Mirë se erdhët, Nina Muho. Edhe një herë të falenderoj për prezencën. Falenderit juve, për mua është gjithmonë kënaqësi të jem në Vlorë, të jap qoftë intervista apo aktivitete, po mbi të gjitha një intervistë me ju për mua është gjithmonë një gjë shumë e veçantë. Sot jeni shumë madore, jeni bërë e famshme, por si e nisi Nina këtë rrugëtim që sot është në këtë situatë kaq të këndshme dhe kaq të bukur? Si e kuptove që duhet të këndoje në opera, sepse jo të gjithë bëhen të tillë si ju. Me zëra në muzikën e lehtë, muzikën popullore, po kam idenë që opera është pjesa më e lartë, më e vështirë. S'pari të lutem, u drejto me ti sepse të kam shumë qanë. Okej. Së dyti, si çdo profesion apo si çdo qenie humane tjetër, nis me ëndra. Skenën gjithmonë e kam pasur ëndër, që e vogël, edhe kur këndoja në shtëpi, kur kërceja, kur bëja prova, kur ndroja robat për të bërë kërcime të ndryshme, pasi kam bërë dhe shumë koreografi në shkollën 8 vjeçare. Gjithmonë e imagjinoja veten time si kur kisha publik përpara, edhe pse gjithmonë gjendesha përpara pasqyrës, duke provuar, duke parë, lyesha atëherë kishte edhe një krem, mami im, që e vija shpesh, sepse nuk kishte krem pudër si sot, dhe më dukej sikur bëja tualetin dhe rregullohesha, gjithçka ishte në ëndrat e mia. Dhe madje shpesh herë dhe duartrokitjet e publikut I dëgjoja, çuditërisht, më duket sikur ato vërtet duartrokisin kur unë mbaroja një performancë apo një provë duke bërë në shtëpi, dhe shtëpi nuk e shikoja si shtëpi, e shikoja si skenë. Pra po thua që ëndër fëminore? Ëndër fëminore, po. Më ka shoqëruar gjithmonë arti që e vogël në fusha të ndryshme. Unë në shkollën 8 vjeçare te Lindini kam pas bërë shumë koreografi. Gjithashtu dhe kërceja atëherë ishte në mod grupi me 5 djem ose me 5 vajza, dhe ne kemi qenë 5 vajza që kërcenin bashk. Performoja me këngë të ndryshme, recitoja shumë, prezantoja koncertet, gjithashtu dhe në lagje, gjithmonë më ka shoqëruar kjo pjesa e të qenit kudo ku ka aktivitet artistik, ose në thonjza një mini skenë. Po, dhe patjetër që për të marrë pastaj këtë rrugëtim të sigurt, patjetër që duhet të mbështetesh diku. Cilët ishin ata që ju mbështetën në hapat e parë tuaj? Mbështetja e parë ka qenë familja ime, edhe pse me pak sforco, sepse më lejoni të them që në moshën 12 vjeçare, krahas muzikës që unë këndoja dhe kërceja në shtëpi, një nga muzikat që më shoqëronte çdo 3 minuta ishin Plumbat në Vlorë. Ka qenë viti 1997. Dhe çuditërisht, ndërkohë e mbaj mend që çdo 3 minuta nuk kalonin 3 minuta pa një shkrepje, dhe radioja ka qenë shoqëruesi më I mirë krahas kësaj situate. Në këto vite sigurisht që familja ishte fokusuar diku tjetër, mentaliteti ishte shumë I vështirë, mënyra se si vajza edukohet dhe rritet ishte akoma ku ti do të martohesh e të shkoje tek burri.
Dhe mbas këtyre viteve shumë gjëra ndryshuan në një shpejtësi shumë të madhe, mentaliteti ndryshoi me hapa gjigant. Dhe me shumë këngulje, duke qenë se familja e pa që unë isha shumë e vendosur për të vazhduar për kanto, në një farë mënyre u detyrua. Të thani jo. Ja, absolutisht. U detyrua pak mami, po edhe babi në instinkt, edhe u munduan që gjithmonë të më mbështesnin. Më kujtohet kur ka qenë një konkursi Freskia në Vlorë, i organizuar nga koreografi Guri Gjeçi. Atëhere bëja performanca duke kërcyer dhe ndërkohë në liceun artistik unë sapo kisha filluar studimet për kanto, me një këmbgulje gati në të qarë, shumë të fortë, babi më merr për dore dhe më çon në momentin e fundit ku isha e fundit që unë performova në zhanrin e kërcimit dhe u pranova në konkurs. Dhe kam qenë gjithmonë në një lloj rezistence që unë dua ta vazhdoj sepse prindit ndoshta si fillim më mbështetën edhe pastaj të shohim deri ku po shkon kjo. Por e pan që isha shumë e vendosur dhe nuk doja asnjë gjë tjetër të bëja, madje të tregoj një sekret të vogël. Shpesh herë në shtëpi mami më mësonte të gatuaja apo të bëja dhe punë shtëpie pak më shumë se ç'duhet. Dhe unë gjithmonë i thosha, unë jam artiste, nuk bëj punë. I dua gjërat gati. I bëje punët edhe këndoje. Patjetër. Megjithatë, të themi që profesioni i sopranos është i vështirë. Cilat janë vështirësitë që ju hasët dhe çfarë kërkon ky profesion, si nga ana njerëzore, ashtu dhe nga ana artistike? Nuk e kam ditur në fillim që ky profesion do një disiplinë kaq të ashpër. Dhe ajo që më kam rënduar më shumë është që unë kam qenë e detyruar që gjërat i mësoj rrugës. Kur ti mëson rrugës është 2 herë më e vështirë se sa kur dikush të mëson, po qoftë edhe të orienton apo të drejton për diku. Ne kemi një shprehje shumë bukur, shtro e kalo. Më është dashur që ta shtroj rrugën dhe pastaj të kaloj. Kështu që ka qenë e vështirë, por më ka mësuar shumë. Më ka mësuar që nuk ka asnjë gjë që nuk realizohet. Më ka mësuar të kuptoj që duhet besosh fort tek ëndrat e tua dhe tek ajo që ti, tek vizioni që ti ke për veten tënde. Dhe nuk duhet ju nënshtrohesh sfidave, nuk duhet të jesh më i dobët se sa sfidat. Nuk ka sfidë më të fortë se sa ty. Pra, po më thua që ishte rrugë e vështirë, por megjithatë ti asnjëherë nuk u dorëzove. E pate një moment që të thoshe, mjaft. Po, ka qenë një moment, kam qenë në Itali, në Verona, ku nuk kishim të rreshtur sfidat, vështirësitë dhe unë më dukej ndonjëherë sikur nuk po e gjeja rrugën e asaj që unë kisha në mendje, sepse unë në mendje kisha një gjë shumë të madhe, ndërkohë që ato që më vinin ishin shumë të vogla për gjërat që unë doja të realizoja. Vinin gjërat shumë ngadalë, mundësitë më vinin, por në një afat kohor të gjatë dhe ngadalë. Dhe ndërkohë që energjia ime ishte shumë e madhe, dëshirat e mia dhe ëndrat ishin shumë më të mëdha se sa kaq. Dhe kjo më mësoi nga njëra anë vështirësinë se si një luante eci si një breshk. Kjo ndoshta quhet si kosto në një moment të parë, po më mbrapa ti kupton vlerat e saj. Kupton se çfarë do të thotë të ecësh ngadalë për të arritur ëndrat e tua. Ngadalë sepse duhet të mësosh, por edhe që mos të vrihesh. Ka qenë pikërisht ky moment ku në një farë mënyrë brenda vetes sikur u dorëzova dhe pas disa sekondash kisha mendime të tjera, dhe ato ishin, po mirë, unë kur po i superoj të gjitha vështirësitë, atëherë do të thotë që jam në rrugën time. Ka qenë një monolog i brendshëm, dhe aty përsëri mora veten në dorë dhe thash, unë do të vazhdoj sepse unë përveç kësaj gjëje nuk dëshiroj të bëj asnjë gjë tjetër. Dhe në fakt je treguar këmbgulse, e guximshme, ke guxuar, unë të njoh prej vitesh në të gjitha performancat që ti ke dhënë në Vlorë, më kujtohet në aktivitete me konsullatën italiane, por ishe, domethënë, sporadike, jo
në një organizim kulturor artistik, si që është sot, për shembull, institucioni më i lartë i teatri, operës dhe baletit. Pra, unë e di këtë vështirësi që ti po më thua, sepse të kam ndjekur tash në shumë aktivitete dhe më bënte pak përshtypje, që si nuk ishe ti në një nga këto institucionet e mëdha të kulturës. Po, të themi në 10 role, apo të them 100 role, çfarë numërit përdor? Gjithsesi, cilat kanë qenë rolet që kanë shënuar në këtë udhëtim, në këtë karrierë tuaj artistike? Kanë qenë disa role. Roli i parë dhe kryesori, dhe mbetet akoma kryesor, ka qenë opera La Traviata. La Traviata, bravo. Pasi gjithmonë kjo opera mua më hap dyert edhe në botë, qoftë në ftesa që mund të më bëjnë në një moment të fundit për të zvendësuar dikë, qoftë si të ftuar speciale, si ka ndodhur në operën e Mariborit në Sloveni, qoftë për të më dhënë mundësinë si teatri i Triestes, Giuseppe Verdi, të cilët besuan tek talenti im dhe e pan si një mundësi për të më hapur dyert që unë t'i tregoja botës potencialin tim, apo qoftë teatri im, teatri i operës dhe baletit, i cili më dha pikërisht mundësinë me operën La Traviata që unë të performoj pikërisht me këtë rol. Një sfidë tmerrsisht e vështirë, sepse Traviata është kali i betejës për një soprano, por kur ti je gati, kur ti ke punuar me të gjithë potencialin tënd, me vullnet, me guxim, me bindje, me shumë besim, i ke zbërthyer të gjitha ato vështirësitë vokale gjatë rrugës, nuk kisha asnjë pikë dyshimi që unë këtë performancë mund ta bëja shumë mirë edhe pa prova. Si është përjetimi artistik e një sopranoje nga një skenë në tjetrën? Ka shumë të bukura, po ka dhe vështirësi. E bukura qëndron kur ti përballesh me publik të ndryshëm që e përjetojnë dhe e njohin këtë muzikë shumë mirë, që e njohin shumë pak, që e njohin relativisht mirë, me publik të ftohtë që nuk dëshiron që të reagoj gjatë performancës, po dëshiron që të gjithë atë shihen që ka marrë ta tregoj vetëm në fund të shfaqjes, me publik që kjo muzikë ka lindur me ta, siç është Italia, dhe është një lloj përgjegjësie, një lloj meraku, se si do të presin, se si ata do ta përqafojnë atë performancë që ti bën, apo atë potencial që ti ke, por ka dhe surpriza të tipit pas një performance, unë gjithmonë kaloj një periudhë shumë të vështirë. Kaloj një periudhë boshllëku dhe më duhet që të punoj shumë për ta zvendësuar. Më duhet të punoj shumë për t'u karikuar për diçka të re. Tashmë deri diku kam filluar të mësohem dhe ta menaxhoj, por nuk e di pse sa më lart ngjitesh, aq më i madh boshllëku. Dhe kjo është një sfidë me veten që unë e bëj gjithmonë. Po. Së fundmi, në datën 10 mars, ju keni performuar në teatrin Petro Marko, me teatrin e operës dhe baletit, veprën më të fundit tuajën të Donizetit, unë po e them në shqip, eliksirin e dashurisë. Çfarë përfaqëson ky rol për ju? Adina është rol shumë i dashur, nuk është maksimumi potencialit tim, por është një rol që do doja që t'i kthesha gjithmonë pas një performance dramatike apo një performance shumë më të rëndë vokalisht. Është nga ato rolet që nuk do doja ta hiqja kurrë nga përsëritjet.
është një rol që më jep një freski në mënyrën se si unë e përdor trupin në skenë, në mënyrën se si aktroj, në mënyrën se si e përjetoj dashurin, në mënyrën se si e përjetoj simpatin ndaj një djali apo një mashkulli të pushtetshëm, në mënyrën se si ngacmohen ndjenjat njerëzore nëpërmjet sinqeritetit dhe se si sinqeriteti arrin të bëj ty që ti të dashurohesh, se si naiviteti një djali si Nemorino të fusi në atë botën e ti dhe që ti të thuash vërtet nuk pas ka gjë më të bukur se sa të dashurohesh me thjeshtësinë. E bukur. Kishte sfida vokale dhe interpretative ky rol? Ka ky rol? Patjetër, çdo rol, çdo dalje në skenë në vetvete nuk ka vetëm vështirësinë e interpretimit, vetëm dalja në skenë. Ti të dalësh të përballësh me publikun është vështirësi, është përgjegjësi, është guxim shumë i madh. Dhe krahas kësaj është dhe vështirësia e performancës. Ndoshta prandaj dhe artistët që përballen me këtë lloj arti dhe me këtë lloj publiku ndonjëherë duket sikur janë natyra të vështira, pikërisht sepse lloji i artit që ne bëjmë është shumë i vështirë, përballja me publikun është shumë e vështirë. Skena në vetvete është kur ti je shef që duhet të dalësh aty dhe të gjithë i kanë vëmendjen, e kanë syt, të gjithë trupa investohet për ty, akoma më shumë rritet përgjegjësia psikologjike, shpirtërore, fizike. Të gjitha ne mundohemi që t'i kurojmë dhe t'i edukojmë deri në detaj. U kënaqe me duar trokitjet e publikut, me admirimin e publikut në sallë në 10 mars? Vlora është dashuria ime e parë dhe e fundit. Teatri Petromarko, kur kam qenë e vogël, gjithmonë kam dashur që ta prek, ose kur shikoja shoqe apo shok të mitë që shkonin për të performuar, më mungonte. Dhe sa herë që kthehem aty, unë kthehem si nina fëmijë, kthehem si nina e vogël. Kthehem për të përmbushur atë fëmijën që gjithmonë ka ëndërruar ta preki skenën e qytetit të saj. E megjithatë, besoj i ke parë në lajmet tona, e ke ndjekur reagimin e publikut, por unë më duhet të ta them këtu dhe ta përsëris përsëri. Unë ndihem, domethënë krenare për një artiste si ju në qytetin e Vlorës, për Vlorën, kur spektator vlonjat u shprehen me shumë admirim për juve. Ishte një koncert i magjishëm dhe interpretimi tuaj ra në sy. Ndërkohë që ajo që më bëri përshtypje ishin dhe të huajat në sallën e Petromarkos, të cilat ju ndoqën, dhe ato vlerësuan shfaqjen. Që do të thotë, po, e keni marrë notën e publikut vlonjat, notën më të mirë. Faleminderit, e vlerësoj shumë. Mbi të gjitha jam e lumtur që në Vlorë ka edhe ardashës të huaj. Publiku i rregullt i Vlorës nuk më mungon asnjëherë, janë profesor të liceut artistik në Infrashri, ku unë kam bërë shkollimin, që janë shumë të dashur dhe janë gjithmonë vinë me të njëjtin kuriozitet, vinë, do doja të përmend profesor Vasil Çuni, është nga më të mirët që unë kam ndjekur qoftë në artist më të mëdhenj se unë, qoftë të brezit tim apo dhe ata që po vinë mbrapa, që shkojnë, që përgatiten nga profesori që shkojnë në Akademinë e Arteve. Unë mendoj që profesor Vasil Çuni është modeli më i mirë i qytetarisë të qytetit të Vlorës, jo vetëm ana njerëzore e tij, por dhe ana artistike. Profesor Vasili ka nxjerr breza të tërë, shumë të mirë që shkojnë dhe shumë të përgatitur që shkojnë në Universitetin e Arteve. Prandaj do të doja ta falenderoj jo vetëm për punën që ka bërë me brezin tim, por për punën e tij edhe kontributin që ka dhënë në të gjithë jetën e tij dhe vazhdon t'i japi akoma. Më vjen mirë, respekte për profesorin. Nina Muo, cila është jeta e një artiste, e një sopranoje, siç jeni ju, jo vetëm në skenë, themi, jashtë skenës? Ka sakrifica? Ka vështirësi? Se folëm për profesion të vështirë, por? Më duhet ta pranoj, po. Është shumë e lidhur stili jetesës me atë dali në skenë 1 orë, 2 orë apo 3 orë që unë bëj, apo qoftë edhe për një arje. Sepse
vokali është shumë i brisht. Është ndoshta një nga gjërat më të brishta që mund të ketë trupi i njeriut, gjithmonë për një person që kërkon ta përdori atë, për një artist, për një këngëtar. I gjithë trupi dhe i gjithë qenia jone është si një ushtar përpara ti. Unë mendoj që bëj një jetë që i është dorëzuar vokalit. Dhe gjithçka që unë bëj gjatë ditës është në shërbimin e tij. Asnjë gjë nuk mund të bëj nëse ati i bën dëm, apo nuk mund të ndjek një stil jetese që unë do të dëshiroja vërtet, sepse organizmat sigurisht që trupi i njeriu ndryshon nga këngëtari në këngëtar, por është kaq delikat sa që sikur pak aciditet të krijohet, zëri mund të fshihet. Dhe ti kur i këndon përsipër me një zë të skuqur, me një fyt të skuqur, ai rëndohet akoma më shumë dhe ty të pengon që performanca e radhës që vjen nuk arrin dot ta realizosh. Dhe je gjithmonë në një tension kujdesi. Kjo nuk do të thotë që nuk ka momente që unë jetoj normalisht si gjithë të tjerët, por mundohen të gjej një ekuilibër ose një mesin e artë. Ka ushqime specifike që njëkohësisht ruajnë dhe ushqejnë dhe zërin? Në varësi të këngëtarëve po, nuk jemi të gjithë njësoj. Dikush mund të ketë mjaltin, dikush mund të ketë vezën, dikush mund të ketë lëngun e qepës. Qepër? Po, patjetër. Ti çfarë ke më shumë? Më shumë vezën. Vezë? Vezë dhe mjalt. Por gjithmonë duke organizuar dhe orarin e ushqimit, nuk mund të ha shumë vonë, nuk mund të ha mbas orës 6:30, sepse ushqimi duhet të tretet dhe nuk duhet të krijojë shumë aciditet. Po vezën si konsumon? Kryesisht të zjerë, një soprano. Ose edhe të gjallë, vetëm të verdhën. Rufk. Po. Domethënë nuk të dashur të përdorësh qepën. Kur kam qenë në fillimet e mia, e kam përdorur shumë lëngun e qepës edhe sade, siç i themi ne. Por është gjë e vështirë shumë. Shumë e vështirë, por më vonë kuptova që ajo më dëmton stomakun edhe nuk e kam përdorur më. Po, edhe jeni te veza dhe te mjalti. Po. Shumë mirë. Dhe deri tani jeni mirë. Po. S'keni pasur asnjëherë kështu ndonjë goditje të zërit? Jo, sepse mundohem në një farë mënyre të jem si në dietë konstante, në dietë të vazhdueshme. Pra po thoni që keni një balans midis jetës personale dhe karrierës artistike. Tingëllon sikur është e vështirë për ta mbajtur këtë balancë. Po patjetër, sepse të privon nga dëshirat, të privon nga oraret që ti mund të duash të dalësh me shoqërinë, që ti mund të duash të shijosh ndryshe, por kur mendoj që duhet të dal përpara publikut, është shumë e madhe kjo dëshirë se sa dëshirat e tjera, dëshira për të jetuar lirinë. Nina, mua më vjen mirë që publiku vlonjat dita ditës po e kultivon këtë shijen e të ndjekurit të operas. Dhe shoh për shembull që shumë herë sa herë vjen teatri, operas dhe baletit në Vlorë, domethënë nuk gjen vende bosh. Dhe kjo është një gjë e mirë. Por sa e shihni ju atë publikun të rinj si publik të afruar tek opera? Kanë të rinjt interes për operën? Qoftë edhe në Tiranë, kjo në shfaqjet që jepni, cila është mosha mesatare publikut që juve ju ndjek? Në Tiranë ka disa vite që investohet për të patur një lëvizje dhe që opera të shkojë në Brezin e Ri dhe ka një lloj reagimi, një lloj përgjigje nga mosha relativisht të reja, por edhe adoleshent, kohëve të fundit, duke qenë se ne bëjmë dhe shumë shfaqje për fëmijë, konkretisht kjo shfaqje që ishte në Vlorë ishte investuar për fëmijë dhe familje. Edhe për fëmijë. Dhe ka një reagim, por qyteti i Vlorës mendoj që duhet të punojë akoma më fort me fëmijët. Unë nuk pash shumë nxënës të liceut artistik në infrashërit të Vlorës që të vinin për shfaqjen që ishte për fëmijë dhe familje. Ata janë të parët që duhet të vinë në të gjitha shfaqjet që bëhen në teatrin Petro Marko. Mendoj që këtu duhet të ketë një lëvizje dhe një thirrje shumë të fortë.
sepse ata artistë që kanë filluar studimin aty, në qoftë se nuk e kanë nga vetvetja, dikush duhet të marrë iniciativën për t'i kultivuar, dikush duhet të shkojë tek ata. Mungon akoma kjo pjesë, por kam shpresë që do të ketë një lëvizje. Po vetë opera bën në këtë drejtim për të joshur sa më shumë, përpos kësaj që sapo më thatë për eliksirin e dashurisë, që u pozicionua edhe si një shfaqje edhe për fëmijë dhe prindër. Pra, mendoni që duhet dhe opera të marrë nisma të tilla, ngacmime të tilla? Në dijenin time, opera i kontakton shkollat. Kontakton drejtuesit e shkollave, mësuesit që ka lidhjet e saj, për të sjellë nxënësit për të parë shfaqje operistike që zhvillohen në kalendarin artistik. Ka raste që ne thrasim shkolla që bëjmë aktivitete kastile për ata, qoftë edhe me korin, me trupën e korit, por ka raste që thirren në provën gjenerale të një shfaqje që do të është duke u zhvilluar në sezon. Nina Muho, kur mbyllet skena, kur është jashtë skenës, cila është dita e Ninës në liritë e saj, në privatësitë e saj, aq sa mund të thuhet në publik? Pasi mbyllet perdhja, gjithmonë kam dëshirë të darkoj me kolegët për të ndarë çfarë shkoi mirë, çfarë shkoi keq. Ndonjë ngacmim të vogël, ndonjë thënie nga publiku, ndonjë surprizë që mund të ketë pasur gjatë performancës, apo qoftë edhe ndonjë gjë të vogël që ne bëjmë me njëri tjetrin në skenë duke performuar, por që publiku nuk e shef, ndonjë fjalë që mund ta harrojë dikush, marrëdhënia me dirigentin apo me drejtorin artistik është shumë e rëndësishme për të na dhënë ato pikat e referencës se çfarë ne duhet të përmirësojmë. Kjo gjë nuk ndodh vetëm në një darkë mbas shfaqjes, ndodh edhe më mbrapa, por është shumë e rëndësishme për mua kjo pjesë mbas shfaqjes, dhe të nesërmen kontakti me natyrën është gjëja e parë që unë bëj. Një hecje nga liçeni apo një dalje me një person të dashur më qetëson shumë, derisa ajo adrenalina e shfaqjes që është ngritur gradualisht të shkoj aty ku duhet. Po, dhe themi që pas çdo duartrokitje dhe pas çdo roli artistik, çfarë mbetet tek një artiste dhe konkretisht tek Nina? Mbetet e para që mbetet është ajo që dëgjoj, duartrokitjet e publikut, kohëzgjatja e tyre, dhe më pas kujtoj se si i kam parë ata. Më shoqëron shumë kjo duartrokitja e publikut, pasi pas një performance unë vërtet ndihem shumë bosh. Ndoshta ai akumulimi i muajve që kam punuar, që jam frymëzuar, jam përmbushur brenda vetes, pasi ti e shkarkon, më mbrapa ke nevojë për kohë që të rekuperosh, të shikosh kush është projekti i radhës, të shikosh çfarë mund të bësh ti më shumë, jo vetëm në këtë drejtim, por çfarë mund të bësh ti më shumë për të ngacmuar publikun. Për shembull, më ndodhi një herë nga liçeni që bëra një performancë aty në shesh me një djalë që këndonte për të fituar. Dhe ju bashkove? Patjetër. Ju bashkova dhe bëj një performancë me të, dhe të gjithë njerëzit u mblodhën duke xhiruar, duke duartrokitur. Nuk kishte gjë më të bukur. Nuk kishte gjë më natyrale. Nuk kishte gjë më të bukur se sa të shikoje dritë në sytë e atij këngëtari që kishte dalë për të fituar ndoshta mbi jetesën. Bravo, shumë gjest i bukur, shumë njerëzore, shumë njerëzore. Patjetër. Nina, e ke dashuri operën, dhe ajo shikohet, ndihet, dëgjohet nga ty gjatë gjithë kohës, por le të themi që nëse do ta shprehje, mund ta shprehje me një fjalë ose me një ndjenjë këtë rrugëtimin tënd në opera? Po. Unë e falenderoj Zotin që më futi në këtë rrugë, sepse duke shkuar gjithë këto vite në kërkim të zërit, kam shkuar në kërkim të shpirtit tim.
në kërkim të jetës, është e vërtet që ky profesion ka vështirësi, por ashtu si që ka vështirësi, ka edhe shumë jetë brënda. Në fundit, çfarë është jeta në vetvete? Nuk është gjithmonë kënaqësi dhe gjërat të arjen lehtë. Është mësim, është mendim, është të kuptosh se si mund të arrish një qëllim të caktuar apo një dëshirë tënden. Dhe janë pikërisht këto pika të cilat jetës time i japin kuptim. Bravo. Ti nuk je vetëm një këngëtare e mirë, po je dhe artikuluese e bukur. Faleminderit. Fjalës shqipe shumë bukur. E thënë nga ju, e vlerësoj shumë. Ka një rol që ti e ëndëron ta interpretosh. Nuk e ke bërë deri tani. Po. Është një rol, është Mbretëresha e Natës, është një rol i cili më çon në maksimumin e shtrirjes së vokalit tim. Dhe do të doja shumë që ta performoja. Unë jam pak e lidhur me potencialin që ofron vokali, me zbulimin ndaj tij, dhe ka disa role që të çojnë në ekstremitetin e vokalit të shtrirjes që ti ke, dhe sigurisht kjo do një lloj përgatitje dhe një lloj të ushtruarit ndryshe nga repertori që unë kam bërë deri tani. Do të kisha shumë dëshirë ta performoja këtë rol. Përpara se të shkoj në role të cilat janë më vokali im është më i... Të shpresojmë që kur të arrish, të vish prapë këtu në Atlas Njerëzor. Do të vi konkretisht për shfaqje për fëmijë. I dashuroj shfaqjet për fëmijë. Shumë bukur. Nina, një karrierë e gjatë artistike, edhe pse relativisht e re jeni në moshë, gjithsesi, sot, çfarë do t'i thoshe ti me këtë eksperiencën tënde, me përvojën, me sakrificat, me vështirësitë, një vajze që e dëshiron operën? Unë e di shumë mirë se çfarë do të thotë ti jesh ndonjëherë në vendin e gabuar me njerëzit e gabuar, të shoqërojnë gjatë gjithë rrugëtimit tënd. Por ti duhet të jesh e vendosur në atë që dëshiron. Nuk duhet të dorëzohesh dhe duhet të jesh konstante në insistim. Gjatë gjithë kohës duhet të investosh, por edhe atëherë kur mendon se ke humbur, të paktën mos e humbi investimin. Do të vi një ditë për çdo nga ne që një herë apo dy herë në jetë do të kaloj treni jot. Do të kaloj mundësia jote, por ti duhet të jesh gati. Nëse ti nuk je gati, jam e sigurt që kujtdo nga ne një herë i vjen mundësia, por ndoshta dikush është bërë pesimist para kohe dhe mund ta ketë lënë kur ka kaluar treni, ka thënë ok, nuk është për mua. Kjo është ajo që bën diferencën midis vërteta duash një gjë dhe ti insistosh në afat kohor, dhe vërteta duash diçka dhe thjesht të presësh mundësinë. Po duhet të guxim, si thot. Patjetër, poezinë e tij. patjetër. Po. Dhe shkojmë tek 3 pyetjet e fundit që janë ndryshe nga gjithë rrugëtimi artistik i Nina Muos. Kur je e mërzitur, kujt telefoni bie? Unë e pëlqen shumë vetmin. Dhe shoku im i parë apo shoqja ime e parë është vetmia. Më ndihmon shumë të bëj një monolog apo komunikimi me vetveten gjithmonë më çon në një lloj paqe të brendshme. Por ka dhe momente të forta ku mundohem që mos ta ndaj vështirësinë që kam të momentit, por mund të kem shoqe apo një person të dashur që mund të kaloj ndryshe atë situatë në një diskutim tjetër që nuk i përket mërzisë time. Po përgjithsisht je e fortë vetë. Përgjithsisht po. Unë nuk ndryshova kur, thjesht mësova. Ti jap çdo personi të njëjtën rëndësi që më japin mua. Deri diku më përfaqëson kjo shprehje. Unë jo gjithmonë ju kam dhënë njerëzve rëndësinë që më japin mua. Kam vazhduar t'i respektoj, edhe pse se kanë merituar, por më pas nëpërmjet urtësisë time
i kam lënë ata të shkojnë në rrugën e tyre dhe me rrugën time të ecin paralelisht, mos të kryqëzohen. Po, shumë e bukur. Unë e kam bërë si pyetje, por në fakt nuk është dhe shumë, e ka përgjigjen brenda. E ke gjetur njeriu që të qetëson shpirtin, po thash, është një pyetje e formuluar formulim për formulim, pasi sot je bërë virale me dashurinë e rigjetur pas 20 vitesh. Tani, nuk kemi se të shfshejë, e themi këtu, në atlas njerëzor. Po. Ka ndodhur diçka shumë e bukur, nuk e prisja kur që mund të takoja një person mbas 20 vitesh. Në vitet e para të universitetit, pata një lidhje shumë të vogël. Ko shkurtër? Një afat gati 6 mujor. Dhe pas kësaj shkëputje, rastësisht në njëherë në 2-3 vite, gjithmonë përshëndeteshim ose rastisim që takoheshim në rrugë, apo ndonjëherë unë i bëja ndonjë ftesë për ndonjë shfaqje, apo ndonjëherë merrja ndonjë urim për vitin e ri. Gjithmonë njëherë në 2 vite do të kjo gjë. O thjesht që ishit dikur dhe kaq. Nuk e di pse, gjithmonë rastiste që ose takoheshim rrugës, po pa e kuptuar, sepse e dinim që rrugët tona ishin ndarë dhe ky reflektim ndodhi mbas takimit mbas 20 vjetësh. Që si ka mundësi, kanë kaluar 20 vit, ne u ritakuam dhe aty kujtuam që gjithmonë Zoti na çonte që të kishte një takim të vogël, një përshëndetje në rrugë rastësisht. Si u ritakuat? Rastësisht apo folët, komunikuat? Jo, ishte rastësisht, ndoshta mund të ketë ndodhur një monolog nga djali në fjalë. Partneri. Më bën një pyetje, më thot, nëse do ktheheshe mbrapa, ka diçka që do doje ta ndryshoje? Vetëm kaq. Ishte thjesht një like në një foto që unë kisha postuar, po ishte kaq e fortë sa që ajo pyetje i kishte brenda edhe përshëndetje, edhe si je, edhe si ke kaluar. I kishte përmbledhur vetëm në këtë pyetje. Dhe pata një moment që unë ndala. Në përgjithësi unë mundohem që t'jem e vërtet me veten, t'jem e vërtet me atë çfarë po bëj në këtë moment dhe nuk jam pishman për gjërat që kam bërë deri më sot. Në atë moment që unë mendova dhe konkretisht një pyetje e bërë nga ky person, po, kisha dëshirë ta provoja diçka dhe aty lindi e gjitha, lindi më e fortë se kurrë. Dhe ai nuk është në profesionin tuaj? Jo, nuk është këngëtar. Po mund ta themi çfarë është? Jo, nuk ka dëshirë. Ai nuk është nga Vlora? Jo, nuk është nga Vlora. Sigurisht që është nga Shqipëria, jeton në Shqipëri, por nuk është nga Vlora. Kjo ishte. Unë s'më mbetet gjë tjetër veç se të uroj mbarësi në këtë rilidhje të bukur. Faleminderit. Dhe lulzoft. Faleminderit uroj gjithashtu dhe pse jo, ti ishte edhe njeriu i jetës. Po, shumë bukur. Ishte Nina Muo, që përsëri unë ju falenderoj. Shumë faleminderit që ishe sot e pranishme në studio. Faleminderit juve, gjithmonë për mua është kënaqësi kthimi në Vlorë në të gjitha dimensionet e saj. Suksese. Faleminderit. Ishte Nina Muo, të nderuar shikues, sopranjo e njohur, e cila ndau me ne, ndau me publikun e Atlas Njerëzor, rrugëtimin e saj të bukur artistik, emocionet e skenës dhe pasionin për operën. Ndërkohë që unë dhe në emrin tuaj i uroj suksese në projektet e ardhshme dhe rolet të tjera që me siguri do të vazhdojnë të na sjellin emocione.